Duhet kthyer edhe një herë në veri, si thuan ti. Tash ja duhet kthyer një herë në veri, nuk kthehet, se janë goxha vite që është kthyer sistemi, po në qoftë se e në veri dushe kthyer prap, nuk ktheshe sistemi që ardhi sistemi demokratik. Dhe këta njerëz që janë sot, ky popull që është sot, kanë luftuar për një sistem demokratik, megjithmend demokratik, që përparësi të ketë qytetërimin, njerëzimin, në shtetësia shqiptare, se shqiptarët kanë vojtur nga ato gjëra. Pastaj duhet të ketë megjithmend një sistem demokratik, të vërtetë. Pse kërkojnë gjithë Enverin? Tash, ata janë u ka vajtur atje, domethënë sa nuk i përballojnë dot situatat, e thonë, Enver thot, ti ishe edhe njerë, po edhe Enveri kur iku tha, to më kërkoni, tha, po s'to më gjeni se zvime do të me, tha, po iku ajo ko, nuk do të perceptojmë gjërat e atij sistemi me, jemi në këtë sistem, në një sistem demokratik, dhe duhet luftojmë tërë, si populli, si politikanët, për një sistem të vërtet demokratik. Jo, vetëm ta flasim kështu demokraci, dhe asnjë nuk punon për demokraci. Për një sistem të vërtet demokratik, ashtu siç e ka interesat e këtij populli. Faleminderit.